ili kapu? Pijem pivo, živo da živo. Ja ne pijem pivo, sam jedno da se smete, to je presenje. Pijem pivo, živo da živo. Ja ne pijem pivo, sam jedno da se smete, to je presenje. Çuditërisht është këshilltari presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, por si përfundoi një agent i BIA si këshilltari presidentit të Kosovës. Në shikim të parë duket një muhabet normal mes dy personave, por përmbajtja e kësaj bisede, e cila u publikua në vitin 2009 nga televizioni publik, tronditi opinionin kosovar. Personat që shihen në këtë xhirem janë agent të shërbimit sekret të ardhur me mision nga Beogradi për të ofruar para njerëzve që janë të gatshëm të dëshmojnë kundër UÇK-s. Sot njëri prej tyre çuditërisht është këshilltari presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Do formoni ndonjë ekip të veçantë? Milutin Radanović, Predrag Željković, shtetas të Serbisë dhe Igor Jucinac, pjesëtar i policisë së Kosovës, si pjesëtar të shërbimit sekret serb në vitin 2009, ishin filmuar duke dhuruar shuma të majme parash në këmbim të një deklarate të rrejshme për transplantim organesh. Bile gjatë kësaj bisede përmendet edhe shifra sa kishte marrë një person që kishte dëshmuar rrejshëm për transplantim të veshkës. Këta persona i kishte arrestuar policia me 11 qershor të vitit 2009 në afërsi të Çaglavicës. Për shkak hetuesit kishin ngritur kallëzim penal për krim të organizuar dhe pjesëmarrje të drejtpërdrejtë. Por në këtë kronik të transmetuar në RTK shfaqet edhe njëri nga personat e kërkuar, por që ishte në Arati. Ky është Branislav Nikolić, i cili bashkë me 3 persona tjerë akuzoheshin për krim të organizuar. Sot Branislav Nikolić këshillon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ngjashmëria mes videos dhe fotografisë e dëshmon këtë. Madje për arrestimin e Nikolićit kishin raportuar edhe mediat serbe në atë kohë. Pasi dolën akuzat ndaj Thaçit për tregtim me organi, Haliti ka organizuar një aksion policor dhe ka urdhëruar arrestimin e Branislav Nikolić, bashkë me 3 serb të tjerë, të cilët sipas pohimeve ja kanë dalë të kontaktojnë edhe me dëshmitar për tregtim me organe në Kosovë, që janë të gatshëm të dëshmojnë kundër Hashim Thaçit. Prezenca e një serbi të dyshuar se ka qenë pjesëtar i BIA-s në zyrën e kryetarit të shtetit shihet si e rrezikshme për vendin, por si përfundoi një agent i BIA-s si këshilltari i presidentit të Kosovës, është verifikuar e kaluara e Nikolićit para se Sipas hulumtimeve të zonës Ekspres dhe të disa mediave tjera, prej momentit kur ish kryetari i PDK-s e fitoi pushtetin, familja e tij është pasuruar ndjeshëm. Vëllezërit të Thaçit përflitet se kanë ndërtuar një perandori financiare. E gjithë kjo tokë që shihni është pronë e familjes së presidentit Thaçi. Ajo ndodhet në fshatin e tij të lindjes, në buroj të Skënderajt. Sigurisht, tokën e ka rrethuar me një mur të kushtueshëm. Toka është blerë në procesin e privatizimit. Por, s'është e gjitha. Këto objekte që shihni në lagjen Matiçan të Prishtinës janë ndërtuar nga një kompani e cila sipas një hulumtimi të mëparshëm medial të Birnit e ka bashkëpronar vëllain e vogël të Thaçit, Blerimin. Iliria Building, si quhen këto objekte banisore, sipas të njëjtit hulumtim, kushtojnë hiq më pak se 4 milion euro. Përfitimi nga shitja e tyre është në vlerë në mes të 7 dhe 8 milion eurove.
Një tjetër vëllai i Hashim Thaqit, Idrizi, gjithashtu ka nisur biznese me njëherë pasi ish lideri i PDK-s e fitoi pushtetin qendror. Idrizi është i përfshirë në kompaninë e gurthyesit Geo Minerals, e cila ka fituar tender nga korporata energjetike e Kosovës në vlerë mbi 1.6 milion eurove. Ka dhe diçka interesante në kompaninë e Idris Thaqit, vllait të presidentit Hashim Thaqi. Geo Minerals gjithashtu ka qenë e nënkontraktuar nga konsorciumi amerikano-turk Bechtel Enka, fituese e 2 kontratave më të mëdha që janë nënshkruar ndonjëherë nga shteti i Kosovës për ndërtimin e autostradave të vendit. Kontratat e papublikuara kurrë më parë thuhet se i kanë kushtuar Kosovës rreth 2 miliard euro.